Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot unë në studio kam ftuar inxhinier Zevgjinin, kryetar I shoqatës së artizanëve dhe zejtarëve. Është një bisedë që ne do ta zhvillojmë në prag të ditës së ndërkombëtare të artizanëve. Mirëmëngjes zoti Zef, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Në fakt, duke qenë në prag të ditës së ndërkombëtare të artizanëve, ju patjetër që keni menduar të realizoni veprimtari të cilat do të tërheqin vëmendjen, apo ose në Shkodër ka shumë zejtarë. Sigurisht. Unë ju falenderoj për ftesën që më keni bërë dhe pikërisht është një rast shumë I bukur përpara panajirit që do të organizojmë këtu në qendër të Shkodrës. Kjo është e përvjetshme, po banë 7 vite që ne kemi fatin që e kena miratu si ditë feste për Shkodrën, për zëjet e Shkodrës, po edhe për gjithë Shkodrën, por nëpërmjet saj edhe gjithë artizanëve të Shqipërisë edhe ma gjanë. Në fakt është shumë bukur, pra ju do të organizoni një panajir, dhe këto panajire janë në vazhdimsi, është shumë bukur që pedonalia shoqërohet me panajire, me njerëz që ndalen, shohin, interesohen, dikush blen, po në këtë vit ku do ndryshoj diçka më ndryshe, do të keni patjetër. Në fakt ju keni drejt që bani këtë pyetje sepse ne bëjmë shumë panajire këtu në Shkodër, edhe jena të përqendruar pavarësisht se ne jena shoqat që përfshim edhe gjithë Shqipërinë në fakt, por me qendër jena në Shkodër dhe I shërbejmë më shumë në Shkodër për vetë mundësitë, por edhe për një arsye që binden, domethënë bindemi për arsye se Shkodra është tradicionalisht me mijëra vjet që njihet artizanati dhe që vazhdon edhe sot, dhe kemi thënë edhe herë tjera që është mbi 60% e artizanatit që prodhohet në Shkodër. Por këtë ditë, në pamjet jashtme duket një panajër, por nuk është panajër si gjithë tjerët, për arsye se ka disa tipare që e veçojnë nga panajërit e tjera. Duke fillu prej organizimit, prej pjesëmarrjes që paktën për këtë vit ne shpresojmë që do të kena një pjesëmarrje më të gjanë, më specifike, përveç artizanëve tradicional që kemi ne këtu në Shkodër, do të jenë nga shumë qytetet e Shqipërisë, do të jenë nga Malizi, nga Kosova, edhe ma gjanë, edhe pak ndryshe nga herë tjera, ne kemi kriju edhe lidhje partneritet me shumë shoqata dhe mund të themi institucione edhe shtetërore, që ky vit është shumë më lart se sa vite tjera. Sa bukur. Si keni mundur të realizoni këto lidhje në mënyrë që të keni në fakt, është merit e gjithë artizanëve, është merit e këtyre panajireve që ne këtu në Shkodër jena mësu dhe ndoshta jo se nuk I vlerësojmë, po jena mësu me këto panajire, po këto për çdo ditë jepet një mesazh, mund të themi, dhe është një influencë shumë pozitive, edhe njerëzit kanë sy edhe vesh, po jo vetëm njerëzit, po edhe pushtetarët janë detyruar me I hedh syt edhe me një gjuhë ndoshta gradualisht, edhe kështu është edhe shoqata jonë. Unë jam shumë I kënaqur sepse jo vetëm si shoqat që jena mundu, por edhe në mënyrë individuale janë vetë artizanë që kanë penetruar në projekte, në pushtetin lokal, në pushtetin qendror, në njohje mbi gjitha, në njohje, domethënë edhe duke më mirë më thënë duke e ligjëru shoqata sikur të ishte një ndërmarrje shtetërore. Pra jeni imponuar një konkretisht për shembull mund ta fillojmë herë radh parë bashkia që mund të flasim prapë nga vogël ndoshta, po që ka duke e rritur atë nivelin e interesimit edhe të financimit të shoqatës, duke filluar me një kontratë që ne bëjmë për çdo vit me kryetarin e bashkisë, e cila krijon gjitha mundësitë edhe financiare për gjithë artizanët
për të marrë pjesë në panajër, për arsye se në bashkëpunim ata, domethënë bashkia ja ka hequr edhe tatimet, edhe kjo është një ndihmë direkt e artizanatit, e artizanëve më të themi, për të marrë pjesë në radhë parë aty. Pastaj kjo ditë ndërkombëtare e artizanatit e propozuar sigurisht nga ana jonë dhe e njekur dhe kujdesur e organizuar nga ne, është fest e gjithë Shkodrës dhe e miratuar nga bashkia dhe që e feston dhe realizon vetë bashkia, financon bashkia dhe realizon. Pra kjo ditë është një ndihmë shumë e madhe e artizanëve, qoftë për realizimin, qoftë edhe për promovimin e prodhimeve tona. Këtu tash ne kemi penetruar ose kena bashkëpunuar, më mirë më thënë, edhe me institut, për shembull, institucioni Ministria e Kulturës, ka 2 vite dhe ky vit do të jetë prapë në nivel më të lartë. Për këtë jam shumë i kënaqur sepse ne kemi ardhur gradualisht duke e rritur atë nivelin e punës, e lidhjes, e përmirësimit të artizanatit dhe kjo të jep kurajo. Nuk jemi vend numëro, po jemi gjithë një më përpara, pavarësisht se ne pretendojmë edhe më shumë. Për shembull, nëpërmjet Ministrisë Kulturës ne do të bëjmë një aktivitet të madh në Velipoj, në kohën e plazhit. Kjo nuk është e vogël, është një ndihmë shumë e madhe. Është një promovim i gjithë punimeve tona me mia njerëz që do të jenë turista që do të jenë në Velipoj. Kena një ndihmë nga AIDA, për cilën shumë artizan, tham edhe në mënyrë individuale, me zanatet e tyre kanë marrë projekte, domethënë janë ndihmuar në një vlerë të caktuar edhe që i kanë inkurajuar domethënë nga ana financiare. Kemi edhe institucione tjera, bashkëpunim me shoqatat e ndryshme, me Malin e Zi, që kena një lidhje edhe që pretendojmë për me marrë dhe projekte nga Komiteti Evropian, me shoqatën e artizanëve të Malit Zi, që unë kam marrëdhënie shumë të mira me ta. Pastaj kemi edhe këtu me HBTL, me shoqata të bime medicinale, kena një bashkëpunim të mirë me dhomën kombëtare të zeve që ka shumë rëndësi. Unë kam thënë edhe vitin e kaluar, por ajo ka filluar aktivitetin, po do shohim se si do shkojë, por mendimi dhe shpresa është e madhe, varet se çfarë pune do të bëjnë ata, sepse ata kanë lidhje direkte me artizanët, me njohjen, me evidentimin dhe çështë më kryesorja, dhënia certifikatave për titull mjeshtër, zëvendës mjeshtër, që njihet edhe ndërkombëtarisht, domethënë që njihet edhe jashtë. Pra ka një vlerë të jashtëzakonshme për artizanatin, po që dhoma kombëtare zeve duhet punojë shumë për të bërë realitet ato që është miratuar me ligj. Në fakt, më vjen shumë mirë që ju shihni dritë në punën tuaj, në punën mbështetëse, në punën e ndërlidhjes me organizma, qoftë në pushtetin lokal, por edhe me shoqata të tjera, shihni shkallë rritje dhe kjo është diçka e mirë, është nxitse për të vazhduar. Në fakt, zejtaria dhe artizanati në Shkodër kanë tradita dhe është situash mjaft e bukur që të shohësh vazhdimsinë e këtyre traditave. Madje unë shoh që këto tradita rrim këmbën edhe tek të vegjëlit në aktivitete të ndryshme që zhvillohen edhe shkollat. Por le të hidhemi pikërisht tek vështrimi i artizanatit në Shkodër. Në çfarë sferash mund t'i përmendim është ky artizanat, sepse ka shumë mjeshtra. Nuk po t'jap një përgjigje në aspektin tim, domethënë si profesionist edhe që kam kaluar një jetë tanë me artizanatin. Ju jeni specialist i drurit, inxhinier. I drurit, po unë kam pas rast me punu me gjithë profesionet artistikës, kemi pastrimi punëtor, ju e dini që aty kena mësu edhe profesionet tjera, i kena pa, i kena mësu. Dhe kena pasionin, domethënë me ta. Unë e shoh në 2 aspekte. Shoh një anë negative, e cila më dhimbë shumë edhe kam shumë merak në këtë drejtim, për arsye se paktën në ndërmarrjen që kam punuar unë janë mbi 80% të profesionet që po vdesin, që po mbarojnë, që nuk interesohet askush për këtë profesione.
sepse sot është ekonomi tregu dhe atje ku s'ke lëvërdi nuk punon. Këtu kam vërejtje për shtetin, unë e kam ngrit vazhdimisht, edhe prap do ta ngri, se është shumë e nevojshme që të shkruhet edhe teknologjia e këtyre profesioneve dhe të specializohen disa punëtorë pavarësisht, ose disa bile më mirë më thënë të ri, pavarësisht a do hapet kjo repart apo s'do hapet, sepse dikush edhe dikur do t'i bie ndërmend dikuj për ta bërë këtë punë. Pra, këtë shoh nga ana negative. E cilat janë këto profesione ose këtë zeje? Janë shumë profesione, po përmend për shembull aplikacion metali, për cilin unë si vjet do bëj diçka. Kam arrit me kap diçka nga këto projektet. Është aplikacion kashta. Ne kemi bërë me puplën një gjë mrekulli që sot as nuk bile kur kam unë i ruaj ato kampionet e artistikës edhe këtë rallë në Tirana hedhën në Lezhë, një huj i bani shumë përshtypje, qa është kjo, kura pse shitet kaq lirë, etj. Është punu briri, apo punu guri i gjysëm i çmuar, që sot nuk evidentohet, nuk shifet kërkon. Plus që argjendi punohet, edhe ari më shumë punohet, edhe argjendi pak, bakri s'punohet, pothuajse fare, hekuri më shumë për ekonomi tregu se sa për art. Edhe kemi edhe shumë profesione tjera, të cilat unë mendoj që duhet mos mi lënë mas dore, sepse njerëzit, po jeta kështu ka, janë plakur njerëzit, kanë lëviz, dhe kanë met pak edhe kështu që ne që jemi, unë mendoj që duhet këta, jo për t'i shfrytzuar në kuptimin e keq, po për t'i shfrytzuar në atë kuptimin e mirë që me shkru, me bë një repart, me bë trajnime që të metet kjo. Kjo është njëna anë. Ana tjetër e mirë, ashtu siç e thoni edhe ju që e shifni me sy, edhe ju keni pas rast, është që Shkodra, edhe gjithmonë, po sidomos Shkodra, është i burimi i pashtetshëm, si shumë gjëra tjera, edhe arti, edhe artizanati. Artizanati mund të themi prap duhet ta përmendim se ka artin dhe zanatin. Edhe prandaj këto dyja bëhen bashkë, është një vlerë shumë e madhe. Janë punime të bukura. Edhe sot shef gjana, domethënë edhe linja të reja, krijimtari shumë të bukura. Pra, kjo është ana pozitive që njerëzit ju punojnë truri dhe ne po shohim për çdo ditë në treg gjana të bukura nga gjitha linjat e gjitha drejtimet, sepse është edhe interesi i ekonomisë tregut për të jetuar, për të punuar, por është edhe mbi gjitha pasioni, sidomos në Shkodër. Ndoshta me pak lek ose nuk shet fare në panajër, ai del edhe ekspozon mallin e tij dhe ka kënaqësi të madhe me nxjerr mallin edhe punën, djersën e tij për ta ekspozuar. Sa bukur. Në fakt unë kam pasur rastin që të kem në studio artizan të mrekullueshëm, të cilët më shumë se çdo gjë kanë investimin e shpirtit, pasionin, dëshirën për të bukurën, një mrekulli që del nga duart e tyre dhe që shijohet nga djersa e duarve të tyre. Kam patur rastin të kem zonjën Kristina Mjeda, e cila është në qendër të një biznesi tradicional të familjes Mjeda, siç është prodhimi dhe përpunimi i pëlhurës. Një mrekulli. Kam patur rastin të kem zonjën Artenca Tufi, një krijuese, do të thosha një organizatore, por edhe një artiste dhe mjeshtre në qendestari dhe në aplikacione. Kam patur rastin të kem dhe të takoj, më vjen keq sepse janë të shumt, por vetëm se stacionova disa nga arritjet e Zia Karini në bie çotaj që njihen në Zogaj, artizanët e Gurit të Zi. Pra janë edhe jo vetëm në Shkodër, në qytet, në zonën urbane, por edhe përreth, dhe kjo është ajo që ju bëni, që i tarhiqni të gjithë këto artizan dhe kemi edhe disa të reja që ndoshta keni pa, Stella Toska për shkak që me gjana të vogla me disa për shkak me një tjegull me kriju disha një art të Shkodrës ose me copa drujshe, kështu që janë mbetorina që ka të bëjë edhe me një dashamirësi për edhe të ambientin, ose nga ato treja tjera prap një jetmira e cila merret dhe prodhon sapunin bio
shumë gjëra tjera të cilët janë këtë inkurajojnë edhe është një diçka shumë e mirë që duhet me i përkara, duhet me ndihmu dhe që në fakt kanë marrë rrugë shumë të marrë, sepse ashtu siç thotë edhe ju, është shpirti mbi gjitha, edhe dëshira për të punu dhe realizon diçka të bukur, domethënë të paktën edhe artistike përveç të ardhurave. Natyrisht këto pjesë të artizanatit në sektor të ndryshëm kanë të bëjnë me përpunimin e pëlhurës, të leshit, të drurit, mund të argjendit, të arit. Ne kemi edhe emrin zejet, ne kemi edhe prodhime tjera bujqësore, po siç është vera, rakia, djathrat, bletaria, mjalti, punimi i gurit, punime tjera me lkura, punime shumë artikuj tjerë të cilët bile një pjesë e mirë, kjo është ana pozitive që thosh që duhet ta vlerësojmë, janë edhe artikuj të ri të cilët bile nuk janë pa edhe përpara. Në fakt ju organizoni her pas here panajire. Çfarë vlere po kanë këto panajire? Qoftë në përfitimet që kanë këto artizanë dhe zejtarë? Në fakt ndoshta duket e pabesueshme, por unë vazhdimisht tentoj ta them një origjinale, unë nuk merrem me shitjet ose me interesin, po në fundit jetojmë, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, por problemi është që këto janë biznese familjare, mund t'i themi, ose personale, të cilët e nxjerrin vendin, por nuk kanë fitime të mëdha. Por është ajo që bashkohet ai fitim që marrën familjen bashkë me interesin dhe atë dëshirën për të bërë diçka të bukur, diçka të re. Ju thatë dhe kështu është që këto artizanë bashkëveprojnë në biznese të vogla ose familjare. Çfarë problemesh i lindin në ecurinë, në zhvillimit dhe të ecjes së tyre në vite apo edhe sepse ato do të detyrohen përpara shtetit, apo jo? Ju thatë që panajiret investohen nga bashkia, nuk paguajnë taksa për panajirin. Për sipërfaqen, për një pjesë të shpenzimeve, sigurisht. Jo për gjithë. Domethënë kjo është një lehtësim. Por për gjatë gjithë kohës ato natyrisht janë edhe para detyrimeve. Tash pjesa e madhe e tyre janë licencuar, edhe punojnë me letra, disa janë edhe të pa licencuar, duhet ta pranojmë. Unë jam i hapur me gjitha institucionet shtetërore, por që drejt asaj rruga është sepse një person që punon edhe shef rezultate, është interesuar me bë licencë sepse ai ka mundësi me fitu edhe projekte, ka mundësi me fut edhe ka mundësi me shtu punëtor, sepse në qoftë se ti do rish vetëm nuk ke se si, po të shtosh punëtor nuk të lën kush, duhet të licencosh. Pra një pjesë e mirë janë licencuar, se ne kemi pas para disa viteve dhe pothuajse krejt pak me licenca. Edhe interesi i madh është që të punojnë kështu siç janë të i punu, ma shumë në formë familjare, për arsye se edhe shteti ka edhe shpenzime, interesime ma pak se sa ndërmarrje industriale ose ndërmarrje të mëdha. Po ekziston një si thosh emet në kuptimin e modernizimit ose të rritjes anës profesionale cilësore, sepse në përshpije nuk ka shumë kontrole. Ne dikur kena pas kontrol të rrep cilësijet, dhe këtu duhet për shembull, duhet me shku drejt aty në krijimit kooperativave të vogla, që të ketë organika përveç presidentit, pronarit, të ketë edhe një person kontrol cilësijet ose i specialist, një mjeshtër, edhe kjo lidhet edhe me dhomën e zejve, që specializohen edhe të rritet niveli artistik. Mbi ç'bazë ligjore zhvillohet kjo veprimtari? Veprimtaria e artizanëve dhe zejtarëve. Baza ligjore është sepse është miratuar ligji i zejve, dhe ato po punojnë, kanë fillu, ka i vit që kanë fillu, dhe po punojnë në drejtim të këtyne informacioneve artizanëve që biznes i vogël dhe biznes i madh, të cilët mësojnë se si duhet me ngrit një licencë, si duhet me punu,
edhe ato karakteristikat e një mjeshtri edhe marrja e certifikatave, pra kur ti merr certifikat për një mjeshtër, ti duhet kesh dhëna teknike sepse nuk merret certifikata pas dite pas ashtu. Është në rrugë, po punohet për këtë. Është duke punu. Unë kam shumë pretendime personalisht, por të shohim, a shpejt me fol, unë ne gjithmonë shpresojmë për mirë. Dhe mundësit i ka për me punu, se për na ja kriju. Aja është një dhomë zesh që do të bëjë antarësime, sigur jemi na si shoqat. Kjo është dhomë kombëtare. Dhomë kombëtare. Por unë e konsideroj jo si tip shoqate, si puna jon, po ajo është si institucion. Pavarësisht se mas 2 vjetësh do të jetë me antarësime, se tani 2 vjet e ka financu shteti. Ndërkohë ju përmendët disa profesione, disa zeje, si që është për shumë në ndërmarrjen artistike, aplikacion metal, aplikacion kash dhe punimi me pupull, por mund të ketë edhe të tjera specializime të ngushta. Sa rëndësishme është që të krijohen, si thuash, kurse, shkolla të vogla, ose të hynë këto në programin e shkollave profesionale, të cilave tashmë po ju jepet shumë rëndësi, të hynë pikrisht në programin e këtyre shkollave dhe në mënyrë që këto të rinj, zejtar, të pasionuar, të kenë baza të drejta të zhvillimit të profesionit tuaj të tyre. Sa keni ngritur këtë problem në mënyrë që ky të vijojë të ekzistojë? Po, unë e kam ngritur vazhdimisht dhe unë jam dakord në të prizmin jo vetëm teorikisht, po edhe praktikisht që shkollat profesionale i japin një kontribut shumë të madh në drejtim të rive, nxënësve që mësojnë për shembull hidrolik, elektricist, mobiler e disa profesione tjera, të cilët shkolla profesionale i kryjnë, mvaret në nivelin e saj se si i kryjnë, po duke konsideruar që i kryjnë mirë e i shërben shumë. Për shembull, shkolla pyjor ose dikush që ka punimin e drurit, mund të ketë një specializim për aplikacion, për artista, për artizan, ndoshta nuk mund të nxirren me shumicë, po një specializim i bukur do të ishte më shumë. Deri këtu jam shumë dakord. Për këtë që tash që shtutju edhe që unë e ngri vazhdimisht, është që nuk shërbejnë shkollat profesionale për profesionet artistike, artizanale, nuk shërbejnë pothuajse fare. Pra kjo është ajo kontradita për cilën shteti ose njerëzit që merren me këtë punë akoma se kanë ujë në zjarm për këtë problem. Unë dhe shokët e mi, artizan, e kemi ngrit problemin që duhet një shkollë artizanale, artistike. Për arsye se këto profesione që kemi bënë në artistike, që i bëjnë sot edhe nga krijimtaria e këtyre artizanë artista që kemi, nuk janë të përfshime dhe nuk mund ta kryejnë këtë mësim, nuk mund ta bëjnë as teorikisht, as nga ana praktike. Atëherë që këtu lind ideja ose lind detyrë që të bëhet një shkollë, siç është shkolla pyjore, një shkollë në tonë Republikën, si një shkollë është, s'ka shkollë tjetër. Po, kjo është Shkodrës. Atëherë duhet një shkollë prap në Shkodër, më nejon, një shkollë artizanale. Në qoftë se ne duam me i profesionu njerëzit ose ata që kanë dëshirë dhe ata që kanë edhe prirje dhe ata që kanë trashëgimi bile për artizanatin. Në fakt, është rëndësishme sepse artizanati është një aset i vlerave të zonës sonë, po flasim, por i shërben shumë turizmit. Natyrisht prodhimet artizanale të realizuara bukur janë me mjaft interes për turizmin. Dhe tani që jemi në sezonin turistik, merr një tekst të veçantë, do të thoja, kjo kërkesë sepse lëvizja e turistëve, interesimi për zonën, qoftë natyrisht për natyrën, për mrekullitë e saj, për njerëzit, por edhe për punimet. Domethënë, nuk është se është një kapitull i hershëm dhe përgjithsisht i mbyllur. Është një shoqëruese atraksioni turistik Shkodër. Është shumë e nevojshme dhe shumë e interesuar sepse po të shofish çdo turist që vjen kryen ato anën turistike gjithë, por ama dëshiron që të ketë edhe një kujtim
edhe interesohet se çfarë prodhime, se çfarë artikuj, çfarë kulture, se dashje pa dashje shpreh edhe kulturën e një vendi, një punim artistik, në kuptimin e kësaj, se çfarë zanatit edhe çfarë artit përdoret në ato prodhime. Dhe kjo i shërben direkt, edhe lëvizja më e madhe e artizanëve bëhet gjatë verës. Bëhet edhe gjatë gjithë vitit, se këtu ka turista edhe ndime, por ai bumi i turistave është verës, edhe kështu që unë shoh artizan, për shembull ke artizan këtu në Shkodër që nuk ndoshta e thras një 2 herë për me pi kafe, se s'ka kohë, se thot duhet me shpërnda prodhime në gjithë Shqipërinë. Edhe këto i kemi, unë konkretisht kemi shok, si që është Adnan Komi, që është nën kryetari i shoqatës, që është me traditë në Shkodër, Gjino Mjeda. Adnan Komi merret me punime artizanale, me punime artistike. Të kuj? Edhe që është shumë, mund të themi, i fuqishëm kuptimin jo ekonomik, por shumë ka ban lëvizje shumë të mëdha të prodhime artizanale, edhe që ka dyqanin të Dukajit e Reja, dyqan artistik. Edhe që është një person, një artizan i shkëlqyeshëm. Sa komunikojnë? Ju keni realizuar panajire të pafundme në Shkodër dhe vazhdoni, por sa kanë lëvizur këto panajire në qytetet të tjera, por dhe jashtë Shqipërisë? Ka shumë lëvizje, pra një nga këto është Adnan Komi. Është punimet e ullit me Muhamet Trepçen, i cili jo vetëm që lëviz, po që vinë prej jashtë shtetit për me marrë prodhime ose me lidh kontrata, për cilit për kontrata janë shumë vështirë në fakt në punime artizanale, se kanë një çmime të larta dhe nuk e përballon këto prodhimet industriale. Kemi Gjino Mjedën, kemi prodhime tjera, prodhimet e djathit Hotit që është Prel Hasani me erza më ashtu që është jashtëzakonshëm, prodhimet e Verës që është kooperativa e Zadrimës, kemi bimë medicinale, kemi prodhime tjera Argjentit, të famshme në Artenca, prodhime Artenca që merret edhe ajo me deri në Amerikë kanë shkuar punimet e dorës. Shumë të tjerë që cilët i japin një pasqyrë të jashtëzakonshme Shkodrës. Zoti Zef, artizanati lulëzon, nuk mund ta themi intensitetin, gradualisht. Ju i keni përfshirë, mendoni se duhet të përfshini edhe më shumë artizan në shoqatën tuaj dhe çfarë përfitime kanë ata për të ardhur, për të organizuar në një shoqatë? Në fakt, këtë që bëjmë ne është krejt shoqërore, edhe nuk ka asnjë lloj dytërimi, pra kjo bëhet më shumë ashtu siç folëm për interesin edhe për shitje ekonomik, për biznes, por edhe nga ajo pasioni edhe nëpërmjet shoqatës tonë ban promovimin e prodhimeve në panajire, sidomos panajiret janë themra akilit për artizanatin dhe i kanë interes për t'ju bashku kolektivit, se në fundit në qoftë se një panajir kam vore për shembull nga vetë artizan, jo mendimet e mia, po vetë artizan që vinë gjysa e personave, sepse për arsye të ndryshme që mund të ketë ndonjë panajir tjetër, sepse artizan tonë shkojnë gjithë Shqipërinë, në Kosovë dhe përqendrohen edhe nëpër panajire tjera, edhe kur ka raste që panajiri mund të përgjithësohet ose ka njerëz pak, atëherë pretendojnë njerëzit, thotë, ku janë këto shok tjerë, pse s'vinë? Pse? Jo, e kam fjalën që sa më kallabllek, sa më shumë artikuj, aq më të interesuar janë klientat e njerëzit dhe vetë artizanët e kuptojnë këtë dhe kanë interes që të jenë bashkë, jo me qenë vetëm për shembull. Për shembull, Zia Karini në këtë panajir nuk do marrë pjesë, është në Amerikë. Zia Karinit i urojmë shtet. E përshëndesim. E përshëndesim në Amerikë, është ndër artizanët më të vjetër. Kuptohet që unë e kam edhe trashëgojmë nga artistike, është në Amerikë, edhe atje mundet edhe ekspozon, edhe lidhet me mua nëpërmjet Facebook-ut dhe kështu, edhe po besoj se do vinë prap. Edhe do kemi mundësi do kemi mundësi. Mirë, është jashtëzakonisht e bukur ajo që ju thatë, mbështetja her pas here
nga organizma të ndryshëm, ju përmendët pushtetin lokal, ju përmendët edhe ministrinë, cilat do t'ju ndihmojnë në panairin e Velipojës, përmendët lidhje që keni me shoqata të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Kjo ju jep një farë, si thua, atmosfere pune, entuziazmi, një nxitje. Një kurajo. Nima nga shteti në fakt është shumë e madhe dhe unë e kam vrejtë, me thënë drejtën, pavarësisht se ne mundana me penetru, por duhet punu më shumë. Unë kërkoj edhe këtë që duhet mu lidhë me shoqatën e artizanëve. Jo se du mi dhe në rëndësi vetit, për dikuj mund t'i duke të qëdi, po duke lidhë me shoqatën e artizanëve, ne kena mundësi me kombinu me artizanë që e kanë të nevojshme edhe që duhet me inkuraju dhe duke ba këtë propozim ose rekomandim në si shoqat kena futi me iman thelb problemeve. Unë nuk jam dakord, e kam vrejtje për shtetin që shkojnë e gjenjë artizan marrin projekte një e tjetër dhe nuk është publikume, nuk janë forma që nuk janë të mira këto, edhe janë krijojnë edhe duhet më transparent. Më transparente dhe më me bazë. Nuk është problemi se ndoshta dikuj duket sikur zefi si kujtar do mi afru, mi përqendrua kështu. Unë nuk jam nën punë shtetnor, por unë kam një bord. Bordi që kam unë është specialistat më të mirë në Shqipëri. Dhe ai bord ka një njohuri të përgjithshme për artizanatin dhe themi që duhet me ndihmu për shemb ose duhet me inkuraju një person që prodhon qëllime për shemb. Ose ato metorinat e qëllime ose metorinat e drasës mund të futen këtu pra ne japim menime ma edhe shteti e ka ma kollaj pastaj për të vendosur për të vazhduar. Ne nuk duam mi marr ato projektet as detyrat as punë të tyre, po duhet me bashkëpunu. Kjo tash i mungon me fal drejtën. Unë jam të munu, mu lidh edhe me këto projektet e Bashkimit Evropian. Këtë vit unë kam pasi sukses të vogël, sukses mund të themi në të ardhmen, po që kemi fillu, edhe dje ishe në Tiranë, edhe mu me falderu, në fakt, duhet ta shpreh ma mirë, se thonë, ne kena vlerësu më shumë, tha sepse në grupin e punës, kishe përfshin shumë artizan të njohur Shkodran. Pra, ajo më inkurajoi mu si kryetar, po që kjo më ka ndihmu gjithë për me marrat projekte me bëjt diqa. Ku konsiston ky projekt i hapshëm? Këtë është unë kam lidhë më shumë me shfrytëzimin, për shembull që thash aplikacion metali për shembull. Ne do fusim ato, jo se do të ketë në një peshë shumë të madhe, po edhe kuptimi. Për shembull, me thënë dikuj unë që kanaçe që i tresin, do t'i fusim në punim artistik, domethënë duket pak e çuditshme. Edhe kjo do realizohet, sepse unë jam e njoh atë zanat, edhe do ta realizojmë. Ose meten disa copa drasash ose rrimeso që tretën ose hellen, mund bëhet një shqiponjë e vogël, mund bëhet një pra objekte artistike nga Shkodra, nga Kalaja, mund punohet me dorë si çdo punim tjetër, po ama ato me i marr nga metja. Një prodhim që duhet edhe mi bë vlerë, them se paktën në kuptimin është jashtëzakonshme dhe është e vlerësueshme. Edhe na kanë vlerësuar dhe besoj se diçka do bëjmë. Paktën do ta shprehim e do ta dokumentojmë. Sa bukur. Është shumë bukur kur hyn paksa në këtë botë artistike shumë profesionale të zejtarve, por edhe të artistëve të punës. Është shumë bukur që të ulesh paksa vështrimin tek mundi, djersa e duarve të këtyre njerëzve që gjithsesi në të gjitha punimet e tyre kanë shpirtin, pa shpirtin e tyre artistik zor se mund të realizohen. Dhe të shohësh ecurin, të shohësh traditën dhe risit, se si ripërtrihen, por të shohësh edhe mundësi që duhet t'i japësh dhe krah që duhet të mbështetesh për të ecur përpara. Kjo është diçka që të bën ta shohësh artizanatin gjithnjë më shumë, tërheqjes të promovimit të vlerave autentike të Shkodrës dhe të zonës përreth, por edhe si një vlerë e interesit për turizmin. Ndoshta është momenti që të japim një mesazh në prag të kësaj dite, në prag të 10 qershorit, që është dita ndërkombëtare e artizanatit. Po, unë do flas
pak fjalë për këtë, besoj se kena rast me fol prap, po do vinë edhe artizane kanë ardhur, i keni marrë kështu, i kam bërë një punë shumë mirë. Unë kisha më u thënë gjithë artizanëve në rrallë parë të Shkodrës, po dhe gjithë Shqipërisë, që duhet keni parasysh që dita ndërkombëtare e artizanëve për cilën ne e festojmë me datën 10 qershor këtu në Shkodër, është një ditë që do metet në histori, do metet për gjithë artizanatin, metet janë rrallë parë edhe trashëgimia e artizanatit deri tash, ajo kryesorja, por kjo ditë është propozuar direkt nga ana jonë, nga artizan. Po, sepse shoqata me qendër në Shkodër ka pothuajse vlerë kombëtare. Kombëtare, sepse është e miratuar me qendër në Shkodër. Me qendër në Shkodër. Është shoqatë si gjithë shoqatat të tjera, por ama ka këtë emën, ka një emën të madh e artizanatit dhe zeje, pra përfshin edhe zejet edhe gjitha, dhe gjithë artizanët përveç asaj shpirtit të tyre artistik, edhe përveç interesimit edhe futjes në ekonominë e tregut për të mbajtur familjen e tjerë, do të jetë edhe kjo ana e kjo ditë do të jetë e shënuar. Këtu duhet përqendrohem që duhet ta vlerësojnë edhe sigurisht duhet mahet mend, sepse nuk do të harrohet, edhe do të jetë e përjetshme, për arsyese. Unë më mend kur miratuam këtë, u futa me thirrën në Këshill Bashkiak të Shkodrës, sepse kishte disa probleme dhe unë u futa atje për mos me zgjat dhe argumentova dhe të gjitha partitë, të gjitha rrymat që mund të themi. Po, të gjitha anët politike. E miratuam të gjithë 100%, sepse kjo është vetëm anë profesionale. Kjo është jo vetëm që është një art, po s'ka lidhje fare mas një lloj partie. Dhe kjo do të ketë jetë gjatë, dhe unë me këtë rast unë tham që artizanët ta gëzojnë këtë ditë edhe mos ta harrojnë. Do të jetë një ditë që do të mbledhë jo vetëm artizanët e zonës son, por do vinë edhe nga qytete të tjera, madje edhe përtej kufive. Mund t'i shpërndajmë këto urime edhe për artizanët, për shembull të Gjirokastrës që vinë në Shkodër, kush vjen tjetër? Ne vinë nga Gjirokastra, nga Saranda, nga Tirana që i kemi antar, nuk është puna se vinë vetëm këtë ditë, po i kena antar të shoqatës. Pra keni komunikim të vazhdueshëm. Kjo ka ma shumë rëndësi, por do vinë edhe të tjerë, do të vinë nga Berati, do vinë nga Tirana, do vinë thash edhe institucione, do të vinë edhe monumentet e kulturës për shembull, do të kenë një çadër të veçantë edhe do të kontribuojnë në këtë panajër. Do vinë hapa të le, do vinë shumë institucione dhe shumë ndërmarrje, do vinë edhe ato, edhe Kastriot Faci për të përgatitur ato materialet tradicionale, disa ushqime, disa gjëra. Pra do mundohemi të japim një frym, edhe kështu që me këtë rast unë duhet të uroj të gjithë artizanët, të gjithë zejet e Shqipërisë, edhe e gëzofshin këtë ditë feste edhe i uroj një punë më të mirë, më cilësore, më krijuese në të ardhmen. Unë ju falenderoj shumë. Edhe ju falenderoj shumë. Falenderit juve që ishit sot. Le ta përcjellim këtë urim nëpërmjet mikrofonit të Mirëmëngjes Shkodër. Suksese gjithmonë duar ardhëve tanë. Suksesi gjithmonë atyre që me mundin, me djersën, me përpjekjet, me traditën, me risit, sillin këto vlera që janë natyrisht një vlerë e shtuar në mozaikun e madh të vlerave tona. Faleminderit shumë zotit që ishit dhe suksese gjithmonë. Faleminderit.